Humbja e Serbisë përballë Shqipërisë në Leskovac e ka shqetësuar presidentin Aleksandar Vučić, i cili gjatë inspektimit të punimeve në maternitetin e Vishegradit tha se nuk e kishte zënë gjumin nga trishtimi i mbrëmjes së djeshme. Vučić ka shprehur gjithashtu pendesë për faktin se nuk ishte i pranishëm në stadium për të mbështetur kombëtaren gjatë kësaj sfide vendimtare për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Nuk ishte mirë ekipi, nuk luajtën mirë dhe pësuan humbje. Unë nuk munda të flija nga mërzia, jo nga inati. Disa njerëz janë gjithmonë të inatosur, por askush nuk pyet çfarë kemi bërë ne për kombëtaren tonë. Kishin gjithçka që u duhej, akomodimin më të mirë, fluturimet charter, gjithçka. Ishim mikpritës të mirë edhe për shqiptarët, por pastaj fillova ta kritikoj veten me të drejtë. A kam dhënë unë mbështetje për ata njerëz, qoftë edhe vetëm të duar trokas në stadium? Nuk shkova në stadium sepse isha i lodhur, mu duk më rëndësishme të pushoja pas një dite të lodhshme se sa të jepja mbështetje për kombëtaren. Unë e dua kombëtaren dhe më vjen keq që nuk isha në stadium që të tregoja dashurinë ndaj vendit tim dhe flamurit me tringjyra, tha Vučić. Teksa vjoj të fliste për ndeshjen Serbi-Shqipëri, Vučić vuri në dukje se tifozët serb janë mësuar të jenë më të mirët në gjithçka dhe se duhet gjithmonë të fitojnë, dhe i shprehin kritika ndaj kombëtares pas kësaj disfate. Ai shtroi pyetjen se si po e mbështesin serbët ekipin e tyre kombëtar dhe përmendi ndeshjen e basketbollit Serbi-Sloveni. Shkuam për t'i përshëndetur, për t'i mbështetur. Një ekip të tillë nuk do ta kemi më kurrë. E mbushëm arenën, por lajmi kryesor ishte vërshëllima ndaj Dodikut. Vërtet bravo mjeshtra, ju lumt për mbështetjen ndaj kombëtares. E fishkëlleni Dodikun në momentin kur të huajt po përpiqen ta rrëzojnë. Thërrisnin Pumpaj e s'di se çfarë tjetër. Ndoshta thrisnin dhe Vučić jep der. Po unë këtë e dëgjoj që nga viti 2013 në çdo ndeshje, aktivistët tuaj vetëm punë bëjnë, nuk bëjnë asgjë tjetër. Ju e urreni edhe basketbollin edhe futbollin. Si i përshëndetëm ne lojtarët tanë kombëtar, u shpreh inatosur presidenti serb. Ai shtoi se edhe mbrëm në Leskovac deri në minutën e 83 me rezultatin 0-1 për Shqipërinë, njerëzit prapë mbështesnin Serbinë pavarësisht humbjes. Jemi të lumtur kur duhet i presim, kur fitojnë dhe mblidhen 5-6.000 vetë dhe kjo është e bukur, por kur dikush të shton me njëherë bëhet më i keqi në botë. Po ti piksi as topin se ke goditur ndonjëherë je më i keqi në botë dhe këdo që sjellim me njëherë quhet shpëtimtar, por pas 20 ditësh fillon urrejtja ndaj tij. Doni t'ju kujtoj si i përcollëm dje lojtarët? Në Nish, para ndeshjes, kur lojtarët duhej të pushonin, u mblodhën 200 dembel dhe u vërshellenin para hotelit. Menduan se ishin shqiptar, por nuk ishin bllokues. Nuk u pëlqeu që u mblodhën më shumë njerëz në stubimet për mbështetje të serbëve në Kosovë me tohi, dhe pastaj shkruanin që tribuna ishte bosh një orë gjysmë para ndeshjes. Keni analizuar ndonjëherë këtë, theksoi ai. Vetëm dim të qortojmë të tjerët, shtoi Vučić. Ai shtoi se tani shumë njerëz duan të varrin futbollistët ashtu siç donin më parë të varnin edhe basketbollistët. E vrana të Nikola Jokicin, s'ka gjë që s'da për të luajtur për Serbinë. Shikoni veten dhe çfarë keni bërë ju për vendin tuaj, vetëm e shkelni vendin tuaj. Po kultura e kombëtares, ne jemi mysafirët më të lehtë për çdo kombëtare në botë. Të gjithë i dinë të gjitha si të bëjnë klube, ekipe, udhëheqje, por as 3 dinar nuk japin as për klubin as për kombëtaren, theksoi presidenti serb.